Lutja e Ademit alayhi salam. Ademi alayhi salam ishte njeriu i parë, gjithashtu ishte dhe profeti i parë. Ademi alayhi salam së bashku me bashkëshorten e tij, kur e thyen urdhrin e Allahut xhelle shanuhu, kur hëngrën nga pema e ndaluar, ata e kuptuan gabimin e tyre dhe e dinin që ai i cili i fal mëkatet dhe tek ai i cili duhet të drejtohen për falje është Allahu xhelle shanuhu. Dhe ata ju drejtuan me një dua madhështore Allahut subhanahu wa ta'ala, ku Allahu e përmendi në Kur'an: Rabbana dhallamna anfusana. Ademi së bashku me bashkëshorten e tij Havan i than Allahut: o Zoti ynë, o Allahu ynë, ne me të vërtet i kemi bërë pa drejtësi vetes son. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Nëse ti me të vërtet nuk na fal neve gjunohet dhe gabimet tona dhe nuk na mëshiron, lanakunanna minal khasirin. Me të vërtet, o Allah, ne jemi prej të humburve.